Këshilli i Lartë i Drejtësisë, 24 orë pas debateve në mbledhjen për emërimet e 13 gjyqtarëve, ka nxjerrë zëdhënësin Elis Kuçi për t'u përgjigjur deklaratave të ministrit të Drejtësisë Nasip Naço dhe përfaqësuesit të Parlamentit në KLD Sokol Çomo. Pas një argument ligjor, përfaqësuesit e majorancës qeverisë në Këshill përdorën terma poshtrues për Këshillin dhe gjyqtarët që prej vitesh japin çdo ditë drejtësi në gjykatat e vendit. Ky veprim është një ndërhyrje e drejtë për drejtë e qëllim plot në veprimtarinë e pushtetit gjyqësor nga qeveria. Është një revanç i pastër politik ndaj Këshillit të Lartë Drejtësisë, ndaj sistemit drejtësisë me të vetmin qëllim për ta nënshtruar atë. Zëdhënësi ka shfrytzuar momentin e statusit të vendit kandidat duke shtuar se do të informonte delegacionin e Bashkimit Evropian për incidentin dhe presionin politik që sipas tij po ushtrohet ndaj KLD-s. Ministri Naço dhe përfaqësuesi i Parlamentit pas largimit nga mbledhja të martës deklaruan se bojkotuan momentin e plotësimit të vendeve vakante në gjyqësor për të mos u bërë pjesë e qokave të KLD-s me këto emrime. Sipas tij, prej muajsh KLD-ja dëshmon mungesë eficience dhe se e braktisi mbledhjen sepse nuk mund të pranonte të ishte pjesë e një farse të tillë që bie në kundërshtim me ligjin dhe praktikën që ky këshill duhet të zbatojë. Më herët ministri Naço kishte propozuar që në këto poste të emëroheshin magjistratët e rinj, të cilët janë të papërfolur për aferrat korruptive në gjyqësor.